lumtur, kjo më ngeli në mendje, e para dhe e dyta evidentova që pensionistët janë gjithmonë besnik. Në fakt, kishte në raportimin e parë që bëri zoti Celibashi gjatë paradites, duke referuar Vlorës, i renditi pjesëmarrjen, sa ishte në ato orë, mbi bazën e grup moshave, dhe kuptohet, grup mosha e pensionistëve, të cilët janë tradicionalistë, si në pjesëmarrje, si në bindje politike, kryesisht ata janë votues të Partisë Socialiste, të cilët ka nga ata që thonë sa do që ta kem pensionin, s'ka probleme, nësi ka që të kemi këtë partinë tonë, është çështje rrënjosjeje, por ajo që ishte, le të themi në një farë mënyre dëshpëruese ishte fakti që grup moshat 18-25 dhe 25-30 kishin më pak interes. Jo më pak interes, po ishin gati nga 0.5 në 0.7% pjesëmarrje. Dhe kjo është e trisht, sepse çfarë ndodh? Në këtë vend rreth 45% e popullsisë tashmë janë pensionistë dhe këta janë votuesit më të rregullt. Këta janë votuesit që rrallë mungojnë në kutitë e votimit, edhe pse në këto zgjedhje të pjesshme na rezulton që as këta nuk kanë shkuar gjithë të votojnë. Por përgjithsisht janë këta që do vendosin se kush do të qeverisë, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror. Dhe mendoj që kjo është alarmante që përcaktimin e qeverisjes ta kenë në dorë grup mosha që janë 70 vjeç e lartë, dhe ndërkohë të rinjt i largohen gjithnjë e më shumë përgjegjësisë dhe angazhimit vendimarrës. Në zgjedhjet e kaluara të përgjithshme, jo këto të këtij viti, pjesëmarrja e atyre që votonin për herë të parë, pra e 18 vjeçarëve që kishin për herë të parë të drejtën e votës, ishte vetëm 11%. Kjo tregon që besimi është i rënd për tokë. Kjo është shumë e rënd, të mendosh tash të rinjt që votojnë për herë të parë, që duhet të kenë atë kuriozitetin për të votuar, që duhet të kenë atë dëshirën për të qenë dhe këta pjesëmarrës në përcaktimin e qeverisjes së vendit të tyre, për të dhënë kontributin e tyre në këtë gjë, nuk kanë pikën e interesit, nuk kanë pikën e dëshirës për të qenë aktiv, dhe vetëm 11% pra shkuar në kutitë e votimit. Dhe kjo dëshmon qartësisht jo thjesht dhe vetëm mungesën e hapësirës që politika i le të rive, apo i tërheq vetëm për t'i joshur përmes përfitimeve që ata mund të kenë duke bërë pjesë e politikës. Është mungesa e projekteve dhe programeve që i dedikohen të rinjve, por dëshmon edhe një lloj pezmatimi në tërësi që ka kapur atë që quhet gjenerata Z në këtë kohë. Ja, të bëjmë një paralelizë, ndoshta aga ju keni patur mundësi të shihni edhe në shtetet e tjera, por nëse mund ta lidhim edhe prezencën e të rinjve, pra ata që janë pjesëmarrës. Unë do të thoja këtu në rastin e Shqipërisë, mendoj unë, mendimi personal kuptohet, për të rinjt se të rinjt janë të larguar gjithë nga këto qytete. Pjesa e madhe e të rinjve janë në Tiranë. Pra dhe ato e konceptojnë në mendimin e këndvështrimin e vetë që s'më intereson më Tazan Berati, do kthehem më, do qëndrojnë në Tiranë dhe s'po shkojnë. Pra e shojnë në këtë formë. Në kjo është forma. Pastaj e tha mirë zoti Kikia që të mbes pra bashkit në dorën e mbi 60 vjeçar, 65 vjeçarët, do të thonë kuptohet të mos shkojë rinia, nuk po them 18 vjeçarë, po 25, 30 vjeçarët apo 40 vjeçarët, është për të ardhur keq, domethënë. Pastaj do të ndalem pak tek fakti i përqindjes për të njohur zgjedhjet, për qenë legjitime, ne kemi një rast shumë konkret të zgjedhjeve të vitit 2019, ku nuk mori pjesë opozita dhe ishin ke 20-21%, dhe u njohën zgjedhjet. Ja, absolutisht, unë e kisha në kontekstin e moralit, se në formë ligjore kjo diçka që është ligji i tillë dhe nuk ka diskutim përqindja sa më. Kemi grafikët që regjia më ndihmon në këtë çast, i pasqyrojmë në ekran edhe i komentojmë të sa i takon grup moshave konkrete. Grup mosha 18 deri në 24. Jemi me përqindje 6.19%, pra që mund të kenë votuar deri në këtë çast, ndërsa
në ndihmon regjia në këtë sens. Po, jemi me grafik konkret, grup mosha 18 deri 24, 6.19%, grup mosha 25 deri në 34 vjeç, 6.81%, 35 vjeç deri 44 vjeç, 8.5%, 45 vjeç deri në 54 vjeç, 9.25%, 55 vjeç deri në 64 vjeç, 13.7%, dhe grup mosha plus 65 vjeç ka 16.41%. Jemi në këtë çast jemi në Bashkinë e Vlorës, dhe kjo me që se e morë dhe ju rast. Po. Nuk është çështja thjesht për Vlorën. Ky është një terren që duhet të lexuar mirë edhe nga studiuar